Mirë, do shkojmë drejt për së drejti me analistin Genc Burimi, i cili na është bashkuar në këtë momente në një lidhje të drejt për drejt. Zoti Burimi, shumë faleminderit që e bërë pjesë e bisedës. Ju përshëndetem. Unë fillimisht do doja një mendim tuaj të përgjithshëm mbi atë se çfarë ka ndodhur përgjatë ditës së sotme, një proces i cili me sa duket ka shkuar në të përgjithshmen e tij mirë, shoqëruar me disa problematika, le t'i quajmë relativisht të vogla. Në gjykimin tuaj si ka qenë? Ju thoni që shkoi mirë, po sepse nëse ka një palë në një ndeshje boksi, si futbolli, nëse një palë thotë që ka patur probleme, nuk mendoj se ka shkuar mirë zgjedhjet. Të kujdesemi ne gazetarët, mos themi që shkuan mirë, sepse po themi që shkuan mirë, ne bashkë bëjmë palë në gjykimin e këtyre zgjedhjeve. Unë shoh sot që pala e opozitës e PD-s gjykon, me sa po shohim, të shohim lajmet, Po, patjetër. se këto zgjedhje nuk kanë shkuar mirë, sepse ka patur probleme. Që unë kësaj mjafton, unë shoh që ky skenar në Shqipëri nuk do dalloj nga kaluarit, pra pjesëmarrje e pakët në zgjedhje dhe kontestime të zgjedhjeve. Business as usual, zgjedhje në Shqipëri as usual. Kjo ndodh. Po kishte pritshmëri që të ishim pa probleme se po të ishte e tillë pastaj do kishim kaluar me kohë ato ecejakjet e përhershme. Pritshmërit nuk e di, po unë kam qenë i ftuar në televizionin tuaj, po unë s'kam patur të pritshmëri. Kam thënë, është kronika e një katastrofe të pararemuar elektorale. Që në momenti që ka jashtë ku ndodhen. Deri në atë masë delegitimon fituesin zoti Burimi? Po, sa para pastaj nga amerikanët. Se me kam thënë që legjitimojnë apo jo. Po që sot në Shqipëri nuk ka koshiencë se çfarë është krimi elektoral. Mjafton vetëm një fakt që unë e them tu në perëndim me kolegë, që ajo që pam neve në shkurt, kur arrestua Veliaj, që kryeministri të mbledh në sheshin qendror të Tiranës, pronjës së bashkisë, që as nuk i fsheh, se mund të kishte sjellur si civil, thoshte që janë militant PS-s, kur i sjell në uniform të bashkisë, pra me uniform tuaj, me taksapaguesit dhe thotë që oni fushat për mua, nuk e di në çfarë vendi jetoni juve gazetarët sot, kur kjo fushat filloi me krim elektoral dhe mbaroi me krim elektoral. Tani mbrapa se ç'do ndodh nuk e di, por që besoj se do të protestohen rënd, që pushteti nuk do të ketë interes të jap një imazh të keqe në 16 maj vinë ndërkombëtar për konferencën europiane që bëhet në Tiranë dhe që me siguri që KQZ-ja do ta vonoj rezultatin final duke u fshehur pas votës së diasporës. Pra do kemi në Shqipëri një skenar pak a shumë si në Indi, ku duhen 1 javë, 2 javë, që të qetësohen gjakat, por që për mua sot PS-ja ka fituar dhe që PD-ja do ta kontestojë. Pra, e them edhe një herë, business as usual, me një dallim të madh sot, që faktori amerikan, nuk e dim ç'do ndodh, para gjithmonë një të zgjedhjet, administrata Biden, të shohim ç'do bëj administrata Trump.